Amerika drejt një tronditje të fuqishme ekonomike. Kjo pasiguri do të dëmtoj tregtinë dhe ekonominë në përgjithësi, edhe nëse Shtetet e Bashkuara përfundimisht i heqin masat më të repta. Anijet që nuk lundruan në kohë ose do të mbërin me një vonesë të konsiderueshme ose nuk do të mbërin kur, stoqet do të mbarojnë. Shumë biznese do të kenë ngrirë planet e investimeve dhe të punësimit dhe rifillimi i tyre nuk do të jetë një detyrë lehtë. Arsyet pse efektet e politikës agresive tarifore të Donald Trump nuk janë reflektuar ende plotësisht në treguesit ekonomik të Shteteve Bashkuara të Amerikës, shpjegon artikulli i Economist. Sipas botimit, menjëherë goditja nuk është ende e dukshme. Studia është kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në tregtinë globale mund të jetë duke ju afruar rrezikshëm brigjeve të veta. 5 vjet më parë, kur pandemia paralizoi ekonominë globale, ekonomistët ju drejtuan mjeteve të reja të tilla si të dhënat e lëvizshme dhe rezervimet e restoranteve për të ndjekur zhvillimet në kohë reale. Sot, ndërsa bota përpiqet të vlerësojë ndikimin e tarifave të reja agresive të Donald Trump mbi importet kineze, analistët po përdorin përsëri metoda inovative. Gjetjet e hershme tregojnë se ekonomia më e madhe në botë nuk ka pasur ende një goditje serioze, por problemet po vinë, thot botimi, dhe ai vazhdon. Edhe para vendosjes së shumicës së tarifave në 9 prill, sondazhet regjistruan shqetësimin e konsumatorëve dhe bizneseve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas një sondazhi nga Banka Federale e Rezervës së Dallasit, prodhimi industrial arriti një nivel rekord të ulët në prill, por statistika të tilla mund të jenë mashtruese. Amerikanët kanë tendencë ta shohin ekonominë përmes prizmit të bindjeve të tyre politike. Gjatë presidencës së Biden, shumë veta u deklaruan pesimist, por vazhduan të konsumonin, një fakt që vë në pikpyetje vlerën e treguesve të besimit. Nga ana tjetër, të ashtu quajturit tregues të fortë siç janë pagat dhe PBB-ja pasqyrojnë një realitet ekonomik që tashmë ka kaluar. Shifrat pozitive të punësimit në mars pasqyrojnë sjelljen e bizneseve përpara se kërcënimet e tarifave të Trump të merrnin formë konkrete. Të dhënat në kohë reale ndihmojnë në shmangjen e këtyre dy kurtheve, duke thënë një pamje më të menjëhershme të aktivitetit në ekonomi. Shumë tregues të epokës së pandemisë tani janë të vjetëruar ose nuk publikohen më. Megjithatë, tregtia globale ende monitorohet nga afër. Anijet e mallrave fillojnë të regjistrojnë javë para mbritjes së tyre, duke u transmetuar sinjale pozicioni përmes satelitit dhe duke ofruar lista të hollësishme të mallrave që ato transportojnë. Disa nga të dhënat sugjerojnë se ndikimi i konfliktit tregtar është i kufizuar deri më tani. Në javën që përfundoi në 25 prill, 10 anije mallrash që transportonin 555.000 ton mallra u akordua në portet e Los Angelesit dhe Long Beach, portat kryesore për mallrat kineze në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vëllimi ishte i ngjashëm me vitin e kaluar, por udhëtimi nga Kina në bregun perëndimor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mund të zgjas nga 2 javë në 40 ditë, që do të thotë se shumë nga anijet që mbërin tani kishin lundruar përpara se tarifat hynin në fuqi. Tregues të tjerë janë më shqetësues. Sipas firmës së të dhënave Vision, rezervimet për udhëtime të reja midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës rënë me 45% nga viti në vit në javën që filloi në 14 prill. Në të njëjtën kohë, numri i udhëtimeve bosh, kur një anije anashkalon një port ose një kompani ka më pak anije në një itinerar, tani arrin në 40% të gjitha udhëtimeve të planifikuara. Të dhënat e çmimeve sugjerojnë se flukset tregtare po riformësohen. Kosta e udhëtimit midis Shangajit dhe Los Angelesit ka rënë me rreth $1.000 muajin e kaluar, sipas Freightos, një kompani logjistike, pasi kompanit kanë kaluar nga tarifat e paracaktuara, duke importuar më shumë se zakonisht për të përmbushur afatin e zbatimit në shmangjen e tyre. Çmimi për transportin e mallrave nga Vietnami në Amerikë rrit me një shumë të ngjashme, duke sugjeruar që importuesit po kërkojnë furnizues alternativ. A mund të jetë ndonjë nga këto zile dhe bilbila mashtruese? Të dhënat e transportit detar janë të paqëndrueshme dhe sezonale, për shembull rënja prej 30% nga viti në vit e rezervimeve për në Los Angeles bie brenda luhatjeve normale javore. Në porte më të vogla, siç është për shembull i Seattle, vetëm një anije mbërin çdo ditë. Nuk është e pazakontë që disa ditë të kalojnë pa mbëritur asnjë anije. Për më tepër dhe treguesit me frekuencë lartë nuk tregojnë një stagnacion të ekonomisë. Sipas
Barclays, shpenzimet e kartave të kreditit dhe hapjet e vendeve të punës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin nivelet ngjashme në prill me të njëjtin muaj në vitin 2024, por goditja mund të jetë duke ardhur. Efektet e tronditjeve tregtare duan kohë për të shfaqur në ekonomi. Shumë kompani do të kenë pasur kohë për të ndërtuar inventar përpara se të hyjnë në fuqi tarifat. Kërkesa për depo pranë porteve ku mallrat ruhen dhe detyrimet paguhen vetëm pas lëshimit të tyre është rritur ndjeshëm. Shumë biznese po zgjedhin të mos rrisin çmimet, edhe pse teorikisht duhet, ose sepse janë të lidhura me kontrata paraprake, ose sepse duan të ruajnë marrëdhënie të mira me klientët e tyre, në rast se Trump tërhiqet, thot botimi, siç thekson Peter Sands i firmës konsulente Zeneta. Pasiguria e shkaktuar nga politika e paparashikueshme tarifore Trump ka zënë në befasi shumë kompani transporti detar, pavarësisht përvojës që kanë fituar gjatë dekadës së fundit në përballjen me kriza të njëpasnjëshme, nga pandemia, nga bllokada e kanalit të Suezit deri tek sulmet e Houthit në detin e Kuq. Kjo pasiguri do të dëmtojë tregtinë dhe ekonominë në përgjithësi edhe nëse Shtetet e Bashkuara përfundimisht i heqin masat më të repta. Anihet që nuk lëndruan në kohë ose do të mbërinë me një vonesë të konsiderueshme ose nuk do të mbërinë kur. Stoqet do të mbarojnë, shumë biznese do të kenë ngrirë planet e investimeve të punësimit dhe rifillimit tyre nuk do të jetë një detyrë e lehtë. SBA mund të mos jetë goditur ende nga stuhia tregtare që ka shkaktuar, por prognoza është larg të qenurit e favorshme, përfundon ekonomist.